Zhvillimi I vrullshëm I biznesit turistik vendas në Ksamil duket se ka vënë detyra dhe për qeverisjen. Ato janë konkretizuar me projekte serioze investimesh, të cilat po përgatisin në një mënyrë shumë cilësore Ksamilin për sezonin turistik 2025. Një prej projekteve që përmirëson transportin lokal dhe urban është ndërhyrja në rrugë dhe trotuare. Prej nëntorit të vitit kaluar ka nisur puna për hapjen e trases së re në rrugën hyrëse për në Ksamil, ndërsa deri tani është kryer rreth 40% e punimeve. Investimi është I qeverisë shqiptare me zhvillues Fondin Shqiptar të Zhvillimit. Kryetari I Bashkisë së Sarandës, Oltion Çaçi, tha se ky investim do të lehtësojë dukshëm mobilitetin dhe bën lidhjen me zonën e liçenit. Brava nga pjesë e liçenit. Totalisht është Ksamil vetë edhe këtej. Një parkim publik këtu, një parkim publik në fund fare dhe një parkim publik në mes dhe pak a shumë dhe themi Ksamili I sistemuar në parkim. Edhe I zgjidhni që nesër ose kalojmë me bicikleta eko se ndryshe këtu. Gjatë inspektimit të punimeve për këtë investim, kryeministri Edi Rama tha se me këtë aks të ri rrugor e shumë investime të tjera në brendësi, si dhe me risistemimin e plazheve e projekte të tjera që e presin Ksamili 2030 do të jetë një model europian për çdo që do të vi. Kush do vinë në Ksamil këtë sezon do shikojë ndryshime të rëndësishme. Një aks rrugor të rëndësishëm I ndërtuar. Fillojmë punën edhe me shëritoren dhe me një sistemim shumë konstruktiv të plazheve, me shumë ndërhyrje brenda për brenda të realizuara, ndërkohë që nuk jemi në fund të gjës, jemi në proces, por Ksamili 2030 do jetë një model mesdhetar në çdo aspekt. Vlera e investimit për rrugën hyrëse shkon mbi 184 milion lekë dhe pritet të përfundojë brenda muajit maj. Me përfundimin e këtij investimi e të tjerave në infrastrukturën e brendshme, Ksamili pritet që këtë verë të ofrojë mundësi dhe kushte shumë më komode për udhëtim dhe pushime të sigurta dhe relaksuese.